OSBE kërkon autoriteteve dhe politikës shqiptare të nisin menjëherë punën për reformën zgjedhore në Komisionin e Posaçëm Parlamentar, I cili deri më sot ka mbajtur vetëm një mbledhje. Në nxitsim autoritetet dhe partitë politike shqiptare të nisin pa humbur kohë këtë proces shumë të rëndësishëm dhe ta përfundojnë atë në kohë për zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm. Mbështetur në bisedat me palët, prezenca është përgatitur tashmë të ofrojë mbështetje teknike dhe ekspertizë për reformën zgjedhore, sapo Komisioni I Posaçëm për reformën zgjedhore të fillojë punën. Për kreun në detyrë të prezencës së OSBE-s në Tiranë, Robert Wilton, procesi zgjedhor në Dibër është një tjetër tregues për një reformë zgjedhore tërësore. Procesi zgjedhor në Dibër është një tjetër tregues I nevojës për një reformë zgjedhore tërësore, e cila do të siguronte veç të tjerave depolitizimin e organeve të administrimit të zgjedhjeve, si dhe barazinë gjinore në përfaqësimin politik dhe në komisionet zgjedhore. Në lidhje me vetë procesin në Dibër, OSBE ndan të njëjtat shqetësime me KQZ-n lidhur me zëvendësimin e mbi 98% të komisionerëve të qendrave të votimit, një ditë përpara zgjedhjeve. Ndaj u kërkon partive politike që të marrin masa për menaxhimin profesional të zgjedhjeve, në mënyrë që sistemi të jetë I besueshëm.